Qa po ndodh vëllezër e motra, pra po ndalon Gjermania pra me qeverinë e re, bashkimin familjar dhe marrjen e shtetësisë gjermane. Vëllezër e motra, siç ju kam njoftuar, momenti që ka hikje qeverinë në pushtet, e kam pas prezantuar një far plani shumë pikësh, ku në mesin e tyre ka qenë pra ndalimi i marrjes së shtetësisë për 3 vite dhe bashkimi familjar mu shty për 2 vite ata të cilët vijnë për azil, që do të thotë, siç ju kam njoftuar në të kaluar, këto ligje që pritet të miratohen çdash së shpejti në Bundestag dhe Bundesrat e kështu me radhë, por nuk na përfshin neve thuja se fare, i përfshin vetëm ata të cilët, sa i përket bashkimit familjar, pra për që do të shtyhet, por nuk do të kenë të drejtë i marrin pra të afërmit e tyre për 2 vite, ata të cilët janë pra azil. Ku siç e dim ne, azil ka shumë numër të vogël të shqiptarëve këtu, pra bëhet fjalë më shumë për ata që janë nga Siria, Afganistani, e shtete të ndryshme. Pra pastaj, sa i përket marrjes së shtetësisë, marrja e shtetësisë pra e dini që për çka bëhet fjalë tani, për atë far versionin turbo që është quajtur, pra. Kushdo që është kon mirë integruar me minimum një hori gjuhë testin C1 të gjuhës gjermane, pastaj është dosh të jetë paga shumë e lartë e të jesh shumë mirë integruar këtu, që do të thotë ka qenë gati se e pamundur për shumicën prej neve. Pra prap ka mbet ai ligji që e mundson marrjen e shtetësisë për 5 vite, marrjen e 2 shtetësisë e kështu me radhë. Pra mos u bëni marak, janë thjesht ato të cilat ju kam njoftuar në të kaluar se më të vërtet atë shumë keni shkuar të thonë a ka ndaluar tash për bashkimin familjar. Jo, s'ka kush që ndalon bashkimin familjar, por për ata që janë të jetu një rregull, që në viza pune, ju integru këtu, është plotësisht të drejtë juaja se ju i plotësoni kushtet, ja plotësoni kushtet edhe aty pro edhe është gjithçka në rregull. Unë ju përshëndes të gjithë dhe ju dëshiroj gjithat mirat me respekt. Muhamet Bajram Mehmeti, kalni sa më mirë.